Partia Socialiste ashtu siç e ka në traditë prej 15 vitesh, ka kujtuar ditën e sotme për vjetorin e vrasjes së Ziver Veizit, Alex Nikës, Hekuran Dedës dhe Faik Myrtajt. 4 protestuesit u vranë në bulevard në protestën organizuar nga Partia Socialiste kundër qeverisjes së kohës, Partisë Demokratike dhe LSI. Çështja ka mbetur në dyert e drejtësisë, pa arritur një përfundim të kënaqshëm. Familjet kërkojnë drejtësi që për viti 2011 dhe shpresat i kanë tek hetimi i SPAK. Kryeministri Rama, po ashtu nga konferenca e sotme për shtyp në prani të familjarëve, shigjetoi direkt edhe prokurorët e SPAK. Nuk ka mjaftuar as vendimi rënqethës i gjykatës së drejtat njeriut në Strasburg më shumë se sa 2 vjet më parë, që prokurorët special të kësaj republike t'ja kishin kërkuar deri tani gjykatës speciale drejtësinë për 4 vrasjet shtetërore të 21 janarit. Mark Nika, xhaxhai të ndjerit Alex Nika, po ashtu ka folur në lidhje me situatën dhe këndvështrimin e tij në një intervistë për departamentin e lajmeve në Top Channel. Dosja e 21 janarit ishte masakruar dhe prokurorët e Qeshët dhe hetuesit po bëjnë një punë të lavdërueshme për ta restauruar këtë dosje dhe çështja të jepet drejtësisë. Pjesë e deklaratave për 21 janarin ishte dhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha. Ky i fundit akuzoi Edi Ramën si përgjegjësin direkt të ngjarjes, teksa vetë është edhe një ndër personat e pyetur për këtë ngjarje nga SPAK. Ka një autor kryesor, një organizator kryesor, dhe ky është Edi Rama. Lotët që derdh janë lotët e krokodilit. Edi Rama i solli ata si mish për top për pushtetin e tij. Ina Rama e hetoi çështë, po zguxoi kur të thrasë Edi Rama. Hetoi, dënoi. Sa u dënuan aty për veprime por nuk gjeti asnjë shkak. Sa aty kishte qëllime, garda qelloi në kushtet të ligjit. Mirëmbrëma në Top Story. E pra 21 janari dhe gjithçka që është gjëm rreth tij, në fakt nuk është as pak e shkuar, është një borxh i saj, i cili në asnjë moment në të tashmen ton nuk po i shlyhet as qytetarëve, as publikut, as ndërgjegjes historike të tranzitive të Shqipërisë. Janë 4 jetë njerëzore të cilat qartësisht çdo vit debitojnë politikën dhe debitojnë moralin historik të Shqipërisë së këtyre 30 e ca viteve. 21 janari mpleks të dyja palët politike kryesore, të dyja establishmentet e vjetra të palëve politike kryesore. 21 janari mpleks patjetër një ndërgjegje shoqërore e cila nuk ka kërkuar ende llogari në masën që i takon një shoqërie që do të kishte një revolt demokratike për 4 jetë njerëzore të cilat u humbën në bulevard në një protest. Kam 3 të ftuar dhe do ta nis me një analizë ekspertësh, një analizë individësh të cilët në vetë të parë janë marrë me qartësimin e kësaj situate dhe me shtyrjen e të dhënit drejtësi dhe transparencë. Nisim me Eugen Becin, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Artan Hoxha, mirëmbrëma, kënaqësi. Ervin Karamunço, mirëmbrëma, kënaqësi. Tani nisim bashk sepse në disa vite Top Story, një nga ngjarjet e rëndësishme që kemi trajtuar në Top Story ka qenë një dëshmi e jotja ekskluzive në Top Story sa i përket të vërtetës që ti ke mutuar të shfaqesh dhe të shtysh duke qenë shumë i lidhur me familjar të viktimave të cilat kërkojnë drejtësi dhe nuk po marrin as drejtësi, as qartësi, as një afat kohor se kur do të bjerë në paqe shpirtit familjarve të vrarve. Ku jemi sot? Për fat keq jemi 15 vjetë mbrapa. Dhe 15 vjetë pa u bërë drejtësi. Dhe me keqja tjetër dhe më dëshpëruese është fakti që nuk kemi një afat kur do të mbarojë edhe kjo që ka nisur. Pra, në momentin që ka ndodhur ngjarja,
në 20 janar të 2011-s, Alex Nika ishte babai i një vajze 2 vjeç dhe një vajze që kishte vetëm 1 muaj kishte lindur. Sot vajzat e tij që janë rritur pa baba, janë adoleshente, bashkëshortja e tij ka bërë një betejë të jashtëzakonshme, përveç se betejës përditshme jetësore për të rritur fëmijët, pra 2 vajzat e Aleksit, por dhe betejën tjetër me organet e drejtësisë, me shtetin shqiptar, i cili shpërpjekur deri minutën e fundit që më tepër se sa të ofrojë drejtësi shpërpjekur ta josh. Ta josh që të heqi dorë nga kërkesa e vazhdueshme për drejtësi. Është bërë njëjta gjë kur kanë shkuar në Strasburg, avokatura e shtetit shqiptar i afroi familjes Nika, jo për ta mbështetur në kërkesën për drejtësi, për një hetim shtetëror të 20 janarit, për dalë vërteta,